Greza, kemi talenta të pazbuluar këto, se ti merresh me talenta të rinj. Nëse nuk e ka zbuluar askush, atëherë nuk është talent, i pazbuluar. Tu te futbolli janë. Ka shumë talenta. Unë ma shumë jam të marrë vetëm me futboll profesionist që nënkupton seniorat, dhe ka shumë lojtarë të mirë. Tash këtë merkato kemi bërë 2 transferime të 2 lojtarëve të cilët ishin nga kampionati i Kosovës, Etnik Brutin edhe Veton Tushën. Domethënë që ka, dhe është duke urrit çdo vit, është duke urrit më shumë kualiteti edhe në Kosovë. A ka vështirësi të këto transferimet? Çfarë aspekti? Në aspektin... Në arritjen e marrëveshjeve. Përgjithshëm. Normal, ka vështirësi. Një problem i cili është këtu te ne, është që lojtarët që dalin nuk janë të kompletuar, në një ose në tjetër aspekt, për shembull taktikisht janë dop, ose fizikisht janë dop, me intensitet, ritëm të lojës janë dop, edhe ai lojtari i cili është më i kompletuar në gjitha këto, ai edhe vec më përpara, domethënë se të tjerë jashtë. Mirë, po definitivisht talentet ka shumë në Kosovë, edhe janë duke e marrë tani shumë edhe ekipet e Ballkanit, kampionatet kroate, slovene, janë duke i pa shumë, sepse automatikisht si rritet kombëtarja e Kosovës, do të thotë që edhe liga është shumë e mirë. Njëjta gjë ka ndodhur edhe me Kroacinë. Kroacia ka treg shumë të madh në Evropë, për arsye që kombëtarja atyre ka arrit shumë suksese në europiana dhe në botërorët e fundit. Po. Edhe shpresoj që kjo gjë akoma më shumë të rritet, një gjë që duhet që dim gjithë, fusha duhet më përmirësu shumë, duhet me infrastruktura duhet më rrit në Kosovë.